Ish-ministri i jashtëm Pascal Milo komentoi në studion e emisionit të paekspozuarit deklaratën e djalit të Donald Trump në Beograd se sulmet e NATO-s ndaj Serbisë në vitin 1999 u bën për të hequr vëmendjen nga skandali seksual i ish-presidentit Bill Clinton me stazhieren Monica Lewinsky. Milo kujtoi atë kohë kur ishte ministër dhe këto akuza u artikuluan nga republikanët në tetor 1998 për të fituar zgjedhjet në Kongres. Ai tha se pavarësisht interesave të biznesit që ka djali Trump në Serbi, deklarata e tij ishte një natyre politike. Kjo vizitë mund të quhet neutrale nga pikpamje politike, por përvoja ka treguar se misione të tilla që mund të kenë etiketë profesionale, biznesi fshehin diçka tjetër. Këtë politika e përdor si instrument, se nuk duan të dalin publikisht dhe ndërtojnë misione të tilla për të përgatitur terrenin. Është e qartë se ka një interes biznesi mes kompanive të Trump, por nuk fshihet dhe deklarata të fundit tregojnë një background politik, u shpreh Milo.